Sot do të bëj një make-up challenge duke pyetur ChatGPT-n se sa pumps make-up duhet të vendos për çdo hap. Atëherë, unë shkruajta chatit se sa pumps duhet të më japi për çdo produkt dhe I kam shkruar për vetullat, sepse unë në fillim filloj gjithmonë me vetullat. Dhe të presim 7. Pra, unë do të bëj 7 pumps për vetullat. 1 2 3 4 5 6 7. Tani thjesht do t'i jap formë. Tani e ka radhën primary. Të presim 3. Atëherë 1 2 3. Tani radhën e ka fondatina. Dhe është 6 pumps. Nuk e vendos më pumpet kështu se vetëm bëhem pis, kështu që 1 2 3 4 5 6. Okay. Fondatinën do ta përhap me beauty blender. Se me furç nuk e përhap dot më. Tani e ka radhën konturi kremoz. 4. Kështu që unë do të bëj 1 2 3 4. Dhe me këto këtu do të bëj dhe pak hunden. Dhe me këto këtu do të bëj pak syt. Dhe tani do filloj t'i përhap të gjitha. Tani ka dalë super mirë. Të shohim se sa do thot për blushin kremoz. 2. Bëj 1 2. Vendosa të bëja një blush portokallistot. Tani të shohim për korrektorin, sa pumps do na japi. 5. Herë. 1 2 3 4 5. Unë do t'i përhap me forç. Përhapa korrektorin kështu duket. Unë jam nxjerr në fytyrë dhe ky korrektori me numrin 1 nuk më përshtatet më. Do të vendos 2-shin ose 3-shin. Radhën e ka loose powder 8. Si fillim do të heq krisjet e korrektorit dhe do të vendos loose powderin 1 2 3 4 5 6 7 8. Tani radhën e ka powder bronzer 3. Marr këtë paletën që ka të gjitha në 1 2 3. E pyeta për powder blush. 2 powder blush. 1 2. Një radhën e ka highlighteri 4. Unë do vendos 1 2 3 4. Atëherë, tani e ka radhën peneli. 1. Me që ky do 1, unë me 1 do t'i bëj të 2. Okej. Atëherë. Me një pam, mirë po bëjmë. Me një pam sa ju një lëvizje. Ja, ka qështë me një. Tani radhën e ka rimeli. 6 rimel. 1 2 3 4. Ndërrojmë furçën. 5 dhe 6. Tani e ka radhën në lapsi I buzëve.
dhe thot 2. Unë të bëj kështu. 1 2. Këtë buzën e bëra më të madhe. Tani për buzët kam vendosur të përdor lip tint, jo lip gloss. Dhe të shohim sa do më thot 3. Okej. Pra unë do bëj 1 2 3. Këtë tani e hap kështu. Dhe kjo qëndron kështu gjatë gjithë ditës në buzë. Nuk e di për ju, po ky make-up i ka dalë super bukur, mua po më pëlqen shumë. Edhe vetë ta kisha zgjedhur ta bëja make-upin kështu, jam e bindur se nuk do më kishte dalë kështu. Unë dhe ChatGPT-ja nga sot e tutje do të jemi shok të ngushtë. Mua po më pëlqen shumë make-upi, vetëm këtë cepin e penelit, kështu që më iku pak nga sherpiku, por përgjithsisht ka dalë shumë bukur. Si mendoni ju? Shkruani në komente challenge të tjerë që dëshironi që unë të provoj. Shumë faleminderit që ndoqët këtë video dhe mos harroni të bëni like dhe follow në accountin tim të ri.